Belçi është kthyer në një pikë takimi për artistët dhe promovimin turistik, duke mirëpritur edicionin e 5 të kolonisë së piktorëve. Aktiviteti që tashmë po kthehet në traditë solli në zonën e Dumres, rreth 20 piktorë nga gjithë Shqipëria. Për disa ditë ata kanë punuar mes natyrës karakteristike të zonës, duke hedhur në telajo jo vetëm peizazhet ujore dhe qetësinë e liçeneve, por edhe motivet dhe ngjyrat e pranverës që dominojnë këtë periudhë. Qëllimi i kësaj kolonie artistike është promovimi i vlerave turistike të Belçit përmes artit pamor, duke kthyer pikturën në një formë komunikimi me vizitorët. Vetë artistët e vlerësuan këtë edicion si një nga më frymëzuesit. Tim madh për mua që marr pjesë në këtë ekspozitë të madhe është krenari edhe për Belgjin, sepse në 20 piktorët më të mirë që në trevat shqiptare. Dhe që kënaqësi dhe për mua dhe krenari që më ftuan. Dhe është një gjë e madhe sepse ne jemi një zonë unike, një zonë shumë e bukur me shumë liçene, edhe kolegët e mi u manitën edhe me bojarinë dhe mikpritjen tonë dhe nelën shumë të kënaqur. Belçi është përveç një atraksioni të themi turistik, është një, si thua, një model shumë i mirë me natyrën e tij dhe me zambakët dhe ujitët e këto motivet për piktorët. Janë motive pafund. Thjesht po të referohemi vetëm reliefit të kodrave të Belçit, të përgjithëson me Toskanën, kush e ka parë, pra ato të punuara me kujdes, çdo gjë e sistemuar, përbën një, si thua, një pikturë në natyrë. Ishin 3-4 ditë tepër të vlefshme, koha nafta nuk majti aq si dëshirojmë, po kjo ka i të mirë vetën sepse na lën dëshirën për t'ju kthyer prapë Belçit. Megjithë atë janë bë vepra të mira, unë dalloj mjaft piktura që do të rrinë mjaft bukur në koleksionet e Dedës. Belçi është një vend i mrekullueshëm, këshillet për liçenet, edhe bukurinë dhe freskinë që jep natyrës. Një koloni e radhës, jemi në një rrugtim të vazhdueshëm prej vitesh për të zbuluar bukuritë e natyrës shqiptare për të hedhur në telajo. E Belçi, padyshim, është kënaqësia jonë e përhershme për të qenë këtu, por ardha këtu koincidoi edhe me fillimin e pranverës, me një atmosferë mjaft festive dhe pozitive dhe jemi impenjuar për të realizuar vepra të mira. Me zhvillimin e viteve të fundit, Belçi po forcon gjithnjë më shumë profilin e tij si një destinacion turistik, ku përveç bukurive natyrore tashmë edhe arti po merr një rol të rëndësishëm në tërheqjen e vizitorëve.